që është një make-up që bën edhe flok, bën shumë bukur, ajo më tha shumë pozitivitet po jep energji pozitive flok të bardha. Kurjet në time vetëm i baj med njerë në Zvicër e kam po flok të bardha, baba më patre me njerë, 16 vjetë kishë atë 17, aje në male, qysh ki bo, nuk bën... Ata kishe prit hoxhën të kishtë anë tjetër ndryshë. Nuk bën kuta di unë, edhe unë nuk e kam për cilë, seriozisht nuk e kam bë që me bë kopje, sepse unë mendoj, çdo kopje është e keqe. Do t'jesh originalitet, jo po mendoj që për cilë trendi, se ndoshta ti se ke po direkt, po është për cilë. E përshëndes përzemërsisht kudo nëse na dëgjon Luizi këtë intervistë, sepse unë e kam pata performu pa qenë njohur në Paris, kur ka jetuar në Paris me Luizin. Edhe e kam dash shumë, ka ditë me menaxhu, ka ditë me bo debat, është me radhë. Ajo që kam bo kopje, se unë mendoj që çdo kopje është e gabuar. Labi, pasi jemi të reality show dhe ti ke qenë një aktor shumë i rëndësishëm i edicionit fundit të Big Brother, po, ne në përgjithësi që jemi marrë ndër vite me ty, të kemi pas ftuar në studio televizive, të kemi intervistuar, kemi një format ndryshe tëndin, një djalë shumë gentil, shumë ndryshe, po ndërkohë atje ishe me të vërtet një njeri tjetër, të cilin ndoshta nuk e kishim njohur. Ti vendose ta luaje rolin, apo thjesht je kështu jashtë kamerave, dhe në një realitet, ti gjendesh ashtu. Jo, unë... Sulmues, shpesh agresiv. Unë e përret parë, po e them këtu, në televizion e juaj, edhe sepse unë isha pakim dhe fosur me produksionin, edhe desha me të regu që kam aftësi... Po në thirje hak? Jo, kam aftësi më shumë se ata që ju i kini zgjedhur ata persona, dhe më të me qenë... Ose hyrja jote ishte ndryshe? Po, unë kam të reguar dhe donjerë edhe labinotin e vërtet një 3 javë. Kam qenë shumë i qetë, kam kënduar, kam gatuar, kam pastruar, por nuk më la produksioni dhe disa mesazhe, për shembull kur hyri Gjeneta, e përshëndes ku do që është, ajo më tha që të ka humbur loja që 2 javë. Edhe kur, edhe domethënë ku isha i nominuar, edhe që ato nuk janë pyetje për publikut, po unë jam sigur që janë produksionit, se ti ki qenë aty dhe din më mirë se unë, edhe më tha një pyetje, tu ka humbur loja që 3 javë. Edhe në dhomën rëfime më thanë, zgjohu pak edhe zgjohu të tjerë. E thash, tani ajo është psikologjia të lunë rol me kokës, sepse kundërshtari jot nuk jeni ju, e vetë vetës. Kjo është kundërshtari çdo kujt. Kjo është. Se reality show në edhe kur unë dola, kur e performohet, dhe më të kur e bëra 3 gjërat me një vend, tash unë jashtë po dali shumë kesh, dhe më të po flaj, si të tjerë. Edhe nisa me, edhe kur u bëja darsma martesa, edhe në një farë mënyre, njeri prej moderator dhe prej opinionista më thanë pak, jes bet pak, thash, wow, 4 gjëra me një vend, edhe une përsëri erdha që ti ngjalli sepse ne ram pak, edhin ram për... Jobi, a je bërë diçka pishman? Pa tjetër. Për çka do të kërkoje falje sot? Këtë pyetje ma kanë dhënë shumë veta, mas pare... Po jo se ti po thu që do të thot, në momenti që ke qenë vetvetja, e ki pa që loja jote po zbehet. Po çdo formati i duhet dikush pak më agresiv, kështu që interesat e një produksioni është që ti u ki desh si format. Por, sot, kur e shikon rrugtimin tënd, a kishe dash diçka të bëjë ndryshe që sot nuk heziton të thënë? A shikoni që unë nuk po dërhy pa dëgju shumë e vëmendje. Unë duna me limitu kohën se tashti me shiku kështu. Ermali endes ma ka jo pas një përgjigje, që nga fillimi. Do me thonë që 25 minuta është në ndëgjem, edhe s'po ndërhynë. Oke, shpejt pra. Hajde. Po kisha, tuk e dëgju disa video, unë e kam pas shumë presion edhe kam lënë darsma jashtë, kam lënë brëmje, kam anullu biznisi im e kështu me rallë, edhe kisha presion me vetë vetën mas pari. Në reality show duhet me hinë me dëgju çdo banor çka thot edhe çka po bëhet. Dhe qeni koncentrum, Ky ka qenë problemi im, sepse unë natën e ka qenë ditë e ajten, ose dita e premte mëngjes, unë qatë natë ku mujtë me ekë me zavërzi 4 veta. Po të kisha qenë pak më i vëmendshëm, me njerë. Që po ta them? Klodin, Edin, po Edin kisha një mesazh për jashtë që mos me ngucë shumë, edhe nuk e nguca, unë ja edhe është një hyrjen tim, edhe është që
bëhu me mu, ose bëhu i mirë, sepse mujtë që se sa është pak temperament, a djali është shumë në jetën reale, shumë djali i sinqerë, shumë djali mirë. E këtu desha me dali që unë, qka jam pishman? Po, jam pishman me qenë se një vajzë që është 18 vjeqare, unë e kam thënë dhe të ta them përsëri, aje nuk ka pas vend aty, ka pas vend në shkollë. Sepse shkollë në Zvicër, Gjermani, me të up 1 vjet, 2 vjet, ti e mbrapa 10 vjet. Por, a është mirë me prek familje, nuk është mirë. Edhe kërkoj ndjese, kërkoj fajnë. Vendose pikën. Ermal, sa me ndonë që këto reality show për ndikojnë në shëshrinë tonë? Mendoj që si një vend i vogël që jemi, normal që ndikojnë, së është diçka e re për neve, sidomos këto vitet e fundit ka një dikim të jashtëzakonshëm. E sa i përket për artista vlen, unë mendoj që po është një trampolin shumë e mirë për secilin artist, sidomos në fillimet e veta, ose mas një karriere shumë gjatë edhe që është shumë thojza, është një trampolin shumë e mirë formatet të tilla për me rikthy vëmendjen ose me fillu vëmendjen. Pa mendojnë që nëse je artist i festivaleve, kjo fama jote zgjatë më tepër, ose nëse ti e ndjek rrugën e zakonshme, fama shkon gradualisht, por është më e sigurt, ndërsa nëse merr pjesë në një reality show dhe ke synim muzikën, kjo famë do të zgjatë vetëm 1 vit. Unë mendoj që mvaret krejt sa ditë ti me menaxhua gjithat famë, edhe sa i ki bashkëpunëtorët e mirë për me sjell non-stop projekte të reja, edhe me qenë aktiv në skenë muzikore. Sa i përket rrugës e festivaleve, kjo është një temë tjetër ndoshta dhe unë jam shumë pro kësaj pjesës që me hec me hapa të sigurt, po drejt suksesit me ngadalë. Kështu që besoj që varet edhe personit që shef vetë. Për ndryshe fama është një sprov shumë e madhe, sepse shumë artistë kanë thonë, për shembull Cat Stevens, i cili tani është Jusuf Islami. Unë kam qenë edukatore në shkollën e tij primary school në Londër, dhe Cat Stevensi vete ka thonë nëpër media se tha mrapa perdeve ka qenë jeta ime. Do më thonë ka ardhur deri te përdorimi i të gjitha llojeve të drogës për me mund me tregu një knatësi mja dhonë gjithati publikut. Do me thonë, është shumë sprov e madhe nëse që tha Drenja, po? Ermali, që tha, do me thonë, ma mirë është me shku fama në mënyrë graduale, me etapa ma normale, se sa me normalizu një gjë që është skandaloze. Sepse ajo të sjell mandej gjana psiqike, sepse ti duhet si artist me prit ndonjëherë të japin duar trokitje, po ndonjëherë besa dhe të gjujnë këpuca. Pjesëmarrja në reality show është thik me dy teha, për të gjithë. Ti hyn për një qëllim tjetër dhe ndoshta del me krejt diçka tjetër, fatura është shumë e lartë. Një gjë të mirë kam bërë reality show në Kosovë, në botë kudo, që na kanë sjell një realitet me cilin tashmë jemi mësuar, realitetin e të pranuarit diversitetit. Të gjërave që janë ndryshe, sidomos në shoqërinë tonë jemi mësuar që të kemi tablo prafërsisht të ngjashme në secilën familje, në secilin